8 nëntor 2025, jemi në ditën e Marsit dhe në ditën me trysnin më të madhe që kemi përjetuar gjatë kohëve të fundit. Përshëndetje, unë jam astrologja Denisa Shylla. Do të flas në lidhje me ndikimet astrologjike që do të kemi gjatë kësaj dite. Hëna do të filloj këtë ditë tek shenja e Akrepit dhe jemi tashmë në fazën balsamike të saj, pra të përfundimtare. Kjo do të thotë që mbrojtja nga jashtë është shumë e ulët dhe si rrjedhojmë ne instinktivisht e ndjejmë këtë së gjë. Kjo na krijon frikë dhe panik të dukshëm, e cila mund të përkthehet në një dhunë dhe agresion vërtet shumë të lartë. Të gjitha veprimet impulsive gjatë kësaj dite mund të përkthehen edhe në aksidente. Mund të kemi vandalizimin dhe dëmtimin e objekteve, një të gjë do të vihet re edhe në marrëdhënie që kemi me njëri tjetrin. Si rrjedhoj, këshilla gjatë kësaj dite duhet të ishte që të jemi më të qetë, më të përmbajtur dhe të vetëdijshëm, sepse kjo është e vetmja mënyrë që kemi që të bëjmë pas situatave të vështira që mund të dalin gjatë kësaj dite. Duke qenë se tensioni është i lartë dhe ne vetë mund të kemi tendencë që të reagojmë përpara se të mendohemi, dhe kjo gjithmonë shkakton probleme. Qoftë se qëndrojmë më të qetë, kemi dhe aftësinë që të gjejmë rrugëzidhje ose të paktën të mos prishim punë. Një nga mënyrat më efikase që ta përdorim fazën balsamike të ënës është edhe të spastrojmë nga jetojnë gjërat të cilat janë toksike dhe të pashëndetshme. Dhe kjo është pikërisht ajo çfarë do të këshilloj që të bënim gjatë kësaj dite. Kontakti me njëri tjetrin mund të jetë vërtet i vështirë, prandaj do të këshilloj që të kalonim kohën tonë me persona të cilët na bëjnë që të ndihemi të sigurt dhe të kuptuar. Faleminderit të gjithëve dhe më ndiqni për informacione të tilla në lidhje me astrologjinë dhe me